Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti. Përshëndetje doktor, kënaqësi që të kemi në studion tonë. Sigurisht edhe kënaqësia jonë, por edhe detyrim të qytetarit. Edhe detyrim. Kaq vite tani e ndjej si detyrim. Nga kënaqësia, pasioni, tani qytetarët tashmë mezi e presin Bima dhe Shëndeti, sepse këtu marrin këshilla të mjekësisë natyrale alternative, ato që natyra na sjell direkt në tryezën tonë, në shëndetin tonë. Dhe sot pikërisht nga natyra kemi dhënë një prej bimëve që duhet të jetë një alat i fortë për shëndetin e gruas, apo jo, është tërfili. Po. Duke lexuar për tërfilin, kisha shumë interes dhe kuriozitet të dëgjoja diçka ose të lexoja diçka për emrin, sepse këto bimët që kanë marrë një emër të caktuar përveç emrit të tyre latinisht, lidhet me një lloj kuptimi, pra nuk është një lloj rastësie biologjike, kujtun që nga fletat që ka tërfili, ngjyra, emri, pra kanë një lidhje, një simbiozë organike me emrin? Po patjetër, po. Pra kur është vendosur emri në latinisht, emri shkencor që është ky, është parë në mënyrë të harmonizuar se cilat janë ose vetit më të qëndësishme të saj, ose ai që ka zbuluar, pra biolog ose shkencëtari, ose ndonjë nga lëndët aktive më të fuqishme të saj, ose ndonjë veçori e saj biologjike e kështu me radhë. Në rastin konkret, Trifolium pratensis. Ky është emri latinisht i tërfilit. Emri latinisht, që do të thotë tregjethshi, pra që janë me të vërtet, tre gjethe që janë të lidhura në një pikë të vetme. Dhe kjo është tamam, si kur nga tregon atë trekëndëshin, një trekëndësh që janë të harmonizuara, pra edhe fuqia e natyrës, por edhe harmonizimi, pra një balancë hormonale dhe një ekuilibër, pra shiko sa bukur qëndron kjo. Edhe po ta shikojmë, kjo, pra emri Trifolium është tregjethshi, pratensis është e livadeve, pra tregjethshi i livadeve. Dhe po ta shikojmë neve me të vërtet, kur isha unë këtej në Bërzhit që e mblodha këtë, mbi gjitha barishtet, kjo ngrihej me të vërtet si kryeneqe, dhe nëse ato era i përkund të kështu majta, kjo ishte stoike dhe balancuar. Kjo ishte stoike, po, qëndronte, me ato topthat e kuqa shumë mbi vete dhe dallohej që në distancë nga makina më të ka parë 70 metra, u thashë ja ku është. Dhe shkova mora këto pamjet kështu. Ka një vijë të bardhë, si thuar si një kufi ndarës. Te fletët. Tek fletët. Kjo, po ta shikojmë vetëm njërën nga këto, mund të na ngjaj si disa lytha që ju dalin njerëzve, te hunda, tek vetullat e kështu me radhë, që do të thotë, e ngjashmja kuron të ngjashme. Pra, nëse unë do t'i marrë këto tre gjethet kështu, kjo shëron në mënyrë të heshtur. Mjafton që duhet të dish vetit kurative të saj. Pra, e marru e shtypa këtë gjethen në kështu, dhe si kur të kemi një si formacion, pra si leze, këtë e mbajmë mbi formacione. Lythat, pra që dalin edhe të qafa. Edhe tek qafa mund të kishen. Kapakët e syve, hunda, sqetullat. Po, te kapakët e syve, te hunda, i varet, kështu si formacion. Atere, kjo, pak e nga pak, nëse ne do të lyjem për shumë 3-4 ditë, 5, ajo fillon të këpute dhe të bjeri. Këtë fuqi ka, po, qëfar e bërë në këtë gjethet të fuqishme që ta këpusin? Për bërësit kimik të kësaj bime këtu, që ne një pjesë të tyre do t'i shpjegoj më poshtë. Pra, është një bim që shëron me butësinë e saj. është një bim që me ngjyrat e saj e tërheq shumë edhe bletën, dhe po shkoj bleta tek bima, kjo është pa diskutim që është e shëndetshme. Ai mjalti që del nga tërfili, me tërfil, edhe ai me tërfili ngjyrë të bardhë, po që ka gjethen kështu me atë vizën e bardhë në mes, edhe ai mund të përdoret për këto lythat, lezet dhe formacionet. Pra dy lloj tërfilësh, doktor, po thoni, që i kuqit dhe i bardhit. Janë shumë lloje, janë mbi 15 lloje të ndryshme, por themi Trifolium pratensis që është kjo, me ngjyrën e kuqe, është si një topth që po ta shikojmë, ky topthi ka në brendësi të tij ka këtë bishtin, vetë si bim shumë vjeçare që është kjo, ka një kërcel të hollë delikat dhe degëzimet me këto bishtat kështu, që në qëndrën e bishtit
bashkohen gati nga 30 deri në 90 butona, le të themi një nga këto si lule. Dhe në brendësi të kësaj luleje mund të na vendosen dy fara, ta vëm në një të bardhë për shembull që të jetë pak e dallueshme. Mund ta afroj pak kamera, ju lutem. Pra, njëra nga këto është 1/90 e kësaj bime, për shembull, po, ja. Mund ta marrim kështu, ose po të heqim, po kjo është vetëm një. Dhe në brendësi të kësaj, të këtij butoni, le ta quajmë, formohen 1 deri në 2 fara me ngjyrë kafe të errët. Po. Atëre, të gjitha këto janë të bashkuara në një pikë të vetme këtu në qendër. Dhe kjo hapet butësisht qëndrojnë këto butona të kapura në këtë pikën këtu, dhe po ta shikosh si diçka e mëndafsh që unë kam në dorë. Pra, kjo me atë thjeshtësinë e saj ndikon fuqishëm në organizmin e njeriu. Dhe po ta shohësh që qëndron e papërkullur, siç thamë ne, një lloj balance të jashtëzakonshme natyrale, dhe për këtë përdoret. Prandaj ka 3 fletët, 3 gjethet. Po, 3 gjethet. Qëndron kështu në këmbë pa me një lloj ekuilibri të jashtëzakonshëm, edhe nëpër livadhe. Kjo është mënyra më e mirë për ta treguar gjithë formën, pra tërfilin e kuj, gjethet dhe kërcellin e saj që qëndron në mënyrë të tillë, pra të balancuar. Prandaj e kam lexuar, doktor, që tërfili është një lloj balancues shumë i mirë hormonal te gratë. Tek femrat, po. Në ç'më mënyrë? Një fuqizues dhe rigjenerues. Atëre, nëse do të shikohen në brendësi, në radhë të parë, çdo lule që është shumë ngjyrshe, tregon që ka në brendësi të saj ato pigmentet që janë me flavonoide, që janë antioksidante, të fuqishme që ndikon njëra në një drejtim, njëra në një drejtim tjetër në organizëm. Kjo tashin, po të shikohet që ka jo vetëm këto flavonoidet, quercetin dhe kanferol, por edhe mikroelementet e tjera, që janë kaliumi, kalciumi, kaliumi, kalciumi, zinku, kromi, që janë të mrekullueshme, silikoni e kështu me radhë, bëjnë që kjo të na ndikojë fuqishëm në fuqizimin e organizmit. Dhe le të vemi tash jo vetëm më tek këto flavonoidet që është njëri grup, po kemi izoflavonoidet. Atëre, në brendësi të këtyre luleve dhe gjetheve, po ta marrim neve dhe ta shikojmë. Kemi një komponent kimik që është genisteina. Atëre, kjo është një balancues, pra të gjitha izoflavonoidet në përgjithësi janë balancuesi kryesor hormonal tek femrat. Pra, e mbajnë estrogenin në një nivel të lartë. Pra, mund të quhet tërfili si imituesi natyral i estrogenit te gratë? Pra, ky zëndëson i bie... Jo se zvëndëson, e tërheq atë që të qëndrojë në nivelet të larta. Që do të thotë, në rast se një femër është, le ta themi, në atë pragun e menopauzës, dhe kjo përdor, për shembull, pak sherebel, që ne kemi sjell këtu, pak nga këto lulet e tërfilit, dhe pin një çaj të kombinuar edhe me barin e bletës, atëre, ky do të ishte edhe një qetësues nervor që është bari i bletës, edhe një balancues hormonal, që do thotë, ato goditjet e forta, për shembull, që mund të japin këto luhatjet, ato afshet e nxehta e kështu me radhë, kjo bën një sheshim të tyre. Dhe ajo, si të thuash, ecën në fushën e jetës së saj, e qetë dhe e mbështjell, e mbrojtur nga këto mrekullit të natyrës. Doktor, ju thatë që është një balancues hormonal dhe pikërisht në këtë fazë të menopauzës ku estrogeni ka luhatit, për shembull është më i ulët se ç'duhet, ose po kur estrogeni te gratë është më i lartë se ç'duhet, pra gratë që kanë, le të themi, dhe tumore ose që vuajnë nga problemet e estrogenit të lartë. Atëherë do të vemi, po patjetër, nuk do ta përdorim këtë. Pra, tërfilin nuk e përdorin gratë që kanë estrogen të lartë. As mantelin e zonjës nuk duhet ta përdorim, se që të dyja këto marrisin estrogenin. Ne do të bëjmë të kundërtën, e heqim këtë, do të marrim atë mjekimin farmaceutik,
Dhe estrogeni tek femrat në këto raste do të mbahet në mënyrë të kontrolluar. Plus marrin faktin që me kalimin e moshës, për shembull, mbi 50, 52, 55, edhe estrogeni tek femra do të fillojë që të ulet. Më kupton? Por ne themi tek ato që nuk kanë shenja të një tumori ose në diçka në qafën e mitrës, në uterus, e kështu me radhë, mioma, e kështu me radhë, ato mund ta përdorin mrekullisht mirë këtë alat të shëndetit të tyre. Qartë, e kuptova. Duke u nisur pikërisht nga përbërësit që ka vetë kjo bim, kaq e shëndetshme dhe që e kombinoar edhe me bim të tjera, me çajra të tjera, sigurisht që kemi përfitime në gjendje të caktuara shëndetësore. Patjetër. Ju thatë me barin e bletës. Një kombinim tjetër ishte me... Pra, shiko, nëse do të vemi fiks tek përdorimi për balancën hormonale, për qetësinë femërore, për një fuqizim të kockave, atëre, le të ndajmë për shembull në mënyrë të grupuara. Kjo ka edhe atë diazeinën, që edhe kjo e nxit, si thua, rritjen e estrogenit. Por në unison të përbashkët, duke ditur që këtu në brendësi të saj nuk ndodhen vetëm këto, por ndodhen edhe saponinet, të cilat janë të mira si një shplarës dhe fuqizues i organizmit, po kemi edhe kumarinat, pra një grupim tjetër i fitokimikateve që ndodhen në këtë bim, kemi vajrat esenciale, megjithëse janë në sasira të pakta, kemi vitaminat, për shembull A, B kompleks, B3, B6, vitaminën C, vitaminën E dhe vitamina K, që do të thotë, për shembull, kapim këtë faktin e fundit. Nëse një person ka hemoragji dhe do ta shoqëroj, për shembull, duam që ta ndalojmë, qoftë hemorragjin nga hunda, qoftë një hemorragji të brendshme, kështu me radhë, mund ta shoqëroj për të fuqizuar efektin frenues, atëre vitaminën K nga të ta marrim, nga këto gonxhet e tërfilit të kuq, duke bërë një kombinim, për shembull, një lugë gjelle lule bishtamithi, një lugë gjelle me lule tërfili, mund të hedhim ndoshta pak shtrapër ose gjethe lajthie. Dhe ja kompozuam një çaj të pasur me vitaminën K, që na ndihmon në ndalimin e hemorragjisë. Pra kjo, një pjesë e mirë, rreth 30-40%, e fuqizon efektin e këtij çaji lulje e tërfilit, të livadit. Po hemorragji bëhet fjalë edhe për ciklin menstrual të fortë të vajzat edhe të gratë? Po patjetër, sepse është lulja e bishtamithit, mund të shtojmë edhe luljen e kalendulës, po është lulja e bishtamithit e cila qetëson ato ngërçet e forta të ciklit menstrual. Një alat e shumë e fuqishme, gjithashtu dhe bishtamithi, për cilën kemi folur për ciklin menstrual. Le të bëjmë një shkëputje tani me reklamat tona dhe vazhdojmë bisedën më pas. Të flasim pak për disa kombinime të shëndetshme të tërfilit? Po patjetër. Atëre, ndoshta mund ta përgatisim edhe këtu disa prej kombinimeve. Po le të themi, ne duam të përgatisim një çaj për të luftuar, për shembull, këto njollat që lën puçrat, aknet, puçrat në fytyrë, për t'i dhënë pak shkëlqim fytyrës, e kështu me radhë, mundet që të marrim dhe të përgatisim, për shembull, një çaj që le të jetë, për shembull, me petalet e trëndafilit, marrim një petale trëndafilit. Ja t'i bëjmë gati edhe çajnikët. Mund ta vendosim këtu ose te vogla? Ku të duket më mirë? Atëre, shikojmë. Hedhim petalet e trëndafilit, i përhapim pak. Hedhim nga këto luljet e tërfilit, ja. Pra do jetë si një lloj toniku që do të shplahet, do të vendoset në fytyrë. Pra, ne nuk e tham kot që kjo përmban edhe këtë. Pra, këto fitoestrogenet që kjo përmban këtu, do të na ruajnë atë balancën e kolagjenit në lëkurë. Pra, hedhim këtë, 2, dhe shtojmë, ose pak kamomil, ose pak çaj të gjelbër, pra në varësi nga problematika që kemi. Nëse lëkura është e ndryshme, shumë mirë, ne mund të shtojmë pak çaj të gjelbër. Që ka dhe, jenë morim lugën, që ka dhe antioksidant. Po.
Për shembull, një lugë gjelle me çaj të gjelbër. Dhe kur çaji i gjelbër është kështu si gjethe e madhe, si kokriza, është e mrekullueshme. Nëse duam që të përgatisim pak edhe ta bëjmë antiseptik, antioksidativ dhe antiseptik me këto që neve hodhëm këtu, kjo është e mrekullueshme. Nëse duam, mund të shtojmë edhe pak lule kamomili, hedhim afërsisht 2 gota ujë te ky çaj. Ujë të vluar. Ja, edhe kamomilin. Sepse na duhet që ti lëm të qëndrojnë në mënyrë që të lëshojnë të gjitha bimët që ne shtuam. Afërsisht edhe kamomili. Është një antiseptik i mrekullueshëm për lëkurën, po patjetër. Sa të mbulohen bimët? Hidhi edhe pak. Kaq është e mrekullueshme, si sasi. Ky çaj do të lihet për shembull në këtë gjendje 15-20 minuta. Mandej e marrim e kullojmë dhe e përdorim mrekullisht mirë si një antiseptik për dezinfektimin e lëkurës. Pra, kam një alergji, kam puçra, akne, ndoshta edhe ato puçrat e bardha si me qelb, bëjmë shumë mirë që ta pastrojmë fytyrën me këtë antioksidant të fuqishëm natyral. Nuk ka tendencë asnjëra prej këtyre që të na krijojë alergji. Pra jemi të sigurt që këtë çaj ne mund ta përdorim edhe tek fëmijët, nëse ata kanë atë rrjebullën. Edhe te rrjebulla e fëmijëve. Po patjetër. Interesante, sepse ruajnë shumë nëse do të marrim për shembull, le të themi, kemi një person i cili ka egzema në lëkurë, e që ju afruam edhe rrjebullës së fëmijëve, po, nëse ka psoriazis, atëherë, tek ky çaj do të ishte shumë mirë të shtojmë lëvoren e shelgut, pasi ka këtë acidin salicilik në përqindje të lartë që është një antiseptik i mrekullueshëm, dhe shtojmë edhe lëvoren e fshikokartit. Këto afërsisht është mirë që këto lëkurat neve t'i zjejmë herë mirë, pastaj po në valën e fundit, hedhim këto përbërës që ne shtuam aty, pra një dorë me lule të tërfili të kuq, hedhim pak kamomil, ndoshta pak çaj të gjelbër, dhe me këtë çaj lyejm ose fytyrën e fëmijës, ose bryllat që janë me psoriazis, ekzema, dermatitet e ndryshme, atopike, kështu me radhë, dhe kjo është edhe si një antiseptik, por ajo që na intereson neve është një rigjenerues i lëkurës. Pra, do të filloj lëkura nga thellësia në brendësi në sipërfaqe që të bëj atë rigjenerimin e saj. Ne e njohim me një pambuk ose një spray? Mund ta bëjmë kështu për shembull, nëse kemi pak vatra për shembull, nëse kemi pak, atëherë do të ishte shumë mirë që të hedhim një filxhan çaj për shembull dhe ta përdorim për larjen e lëkurave të irrituara. Nëse duam për shembull që të ndalojmë fryrje barku, dizanterin, që tërfili është i mrekullueshëm në këto raste, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Për shembull, në rast se kemi një fryrje të barkut, atëherë në 0.5 ose 2-3 gota çaj do të hedhim lulet e tërfilit, për shembull aq sa unë hodha aty, do të marrim mendër të butë, mentha piperita. 2 deri në 3 dega, pra 1, 2, 3. Ja, kaq janë të mjaftueshme në gjys litër ujë. Do të hedhim afërsisht 2 deg me melisa officinalis, me atë barën e bletës, që ka atë aromën e limonit të mrekullueshëm, dhe mund të shtojmë dhe një lugë gjelle me rigon. Atëre, tërfili dhe rigoni ndalojnë atë dizanterin, atë barkëqitjen e shpesht. Mendra dhe bari bletës qetësojnë atë irritimin e zorëve, pra nuk do të kemi më gurgullima në zorë, kërcitje katare, që njeriu me të vërtetë e sikletosin. Atëre, ky çaj mund të ëmbëlsohet me pak mjalt dhe pihet gjatë ditës. Mund të përdoret 3, 4 deri në 5 ditë. Ditën e parë dhe të dytë, kjo sigurisht që e ka qetësuar dhe ndaluar diaren, ditët e tjera e mbajmë sa për të balancuar dhe për ta shtuar edhe pak atë florë dhe mirë bakteriale në zorë, pa diskutim. Është prishur si ekuilibër. Mund ta ndihmojmë trupin pastaj, jo vetëm me këtë çaj, por ndërkohë mund të konsumohet ose ndonjë ftuaj i pjekur, ose ndonjë mollë e pjekur. Atë e lyejmë me pak mjalt, e plurosim me rigonin dhe e konsumojmë. Pra, shiko sa mirë na dha një efekt qetësues
për sistemin e brendshëm të tretjes. Kjo tashin ka lidhje me një veti të çuditshme të tërfilit. Rigjeneron mukozat e brendshme. Mukozë është kjo e buzës këtu, dhe kështu vazhdon gjithë sistemi i tretjes pa diskutim. Dhe kjo është një rigjenerues i mrekullueshëm i mukozave të irrituara. Çfarë është një kolit spastik? Për shembull, një irritim, një skuqje e zorrës, e mukozës së zorrës së trash nga brenda, po ku shkaktari kryesor mund të jenë parazitët. Çfarë do të na bëj kjo, për shembull, në rastin konkret tek zorra e trash e irrituar, e kombinuar së bashku me barin e majasillit, bëhen dy bimë të fuqishme. Barin e majasillit, ndoshta ne e kemi këtu te Eucrium polyherba, është një bimë e cila ka veti të mrekullueshme, rigjeneruese të plagëve që ndodhen në brendësi, në lagështirë. Atëherë, pra majasilli bari majasillit bashkë me tërfilin, pra po flasim për kombinime që kanë për bazë tërfilin, kanë pa diskutim dhe bimë të tjera. Po, duhet jetë aty bari majasillit, te Eucrium. I kemi murizin edhe tërfilin e kuq bashkë me kamomilin. Këtu po nuk ka problem, base nuk e kemi në tryez, por... Ka ndoshta nuk e kemi. Pra është një lule ngjyrë hiri. Tu kemi radhiqen, tu kemi pishtamitin këto dhe... mund të shoqërohen edhe me lulen e basanit. Pra, nëse duam që të bëjmë një çaj për të rigjeneruar ndonjë ulçër aktive që mund të jetë ose në muret e stomakut ose në zorrën e trash, do të vepronim në këtë mënyrë. Atëherë, në 1 litër ujë do të hedhim tërfilin e kuq, një dorë te Eucrium polyherba, atë barin e majasillit dhe të kolitit, do të hedhim këtë lulen e basanit 2 deri në 3 fije, hedhim 2-3 fije mendër ose 1 lugë gjelle mendër dhe 1 lugë gjelle rigon. Pra, rigoni hidhet ka tanine dhe ka veti rrudhse, ma mbledh plagën, e shtrëngon, e mbledh, e rrudhos, dhe njëkohësisht aciditetin e tepër të stomakut rigoni si thua e neutralizon. Pra edhe për ata që kanë urtha apo aciditet të tepër, pa diskutim dhe ky kombinim me këto bimë është i mrekullueshëm. Nëse kemi për shembull sy të skuqur që na kruhen shpesh dhe për shkak të alergjisë apo ose për shkak të alergjisë ose po le të themi për shembull ku nuk shkon dora dhe neve mund të kapim dhe të prekim kapak të syve e dashur pa dashur e infektojmë atë. Kjo vazhdon që të na shkaktoj atë konjunktivitin, për shembull një skuqje të konjunktivës nga brenda të syve, dhe ajo her pas here sikur na bezdis, sikur na vret, sikur kemi një rër në sy e kështu me radhë. Ose kur lexojmë gjatë dhe syt sikur na japin një lodhje të brendshme, atëherë mundet që të vepronim në këtë mënyrë. Atëherë, duam të bëjmë një kompres për shembull, për sy të lodhur të skuqur që irritohen, kruhen, djegin. Atëherë, po, marrim afërsisht në 0.5 litra ujë. Nga që ta shikoj dhe publiku. Po, ne mund të hedhim 1 lugë kamomil, 1 lugë gjelle çaj të gjelbër. Çajin e gjelbër e përdorim sepse në rastet e irritimit këtu, vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut. Dhe çaji i gjelbër së bashku le të themi me lulet e tërfilit do të na ndihmojë më së miri jo vetëm në qarkullimin e enëve në qarkullimin e gjakut, por pa diskutim ka vetin tërfili të forcojë enët e qarkullimit të gjakut. Si thua nuk kemi më tendencën, i hedhim këtu. Dhe ujin e nxehtë. Tani, kjo jo vetëm për kompres, apo kjo mund të pijet edhe si çaj? Mund të pijet, bëhet një çaj i mrekullueshëm. Atëherë jo, mbushet s'ka asgjë. Derisa bimët pra të mbulohen me ujin. Pra, në këto raste, përgatitja e çajit, ky infuzioni që ne bëjmë, kërkon një kohë mesatarisht 15 minuta. Që ne të përfitojmë nga ky çaj të paktën 50-60% të fitokimikateve. Nëse do ta përdornim 2 herë për shembull, atëherë
ne do të theksonim që herën e dytë mund t'i hedhim sa gjysma e sasisë ujit. Tash si do të veprojmë për shembull për ta ripërdorur edhe një herë. Ripërdorur gjysmën e sasisë ujit. Atëherë, po të vim këtu për shembull tek çaji i parë. Shiko sa filloi ngjyra që të thellohet. Nësa këtu është një ngjyrë floriri e lehtë e hollë, por edhe kjo me kalimin e kohës do të forcohet. Atëherë, çfarë mund të bëjmë me çajin e dytë? Pasi e kemi lënë 10-15 minuta, ky përsëri është i ngrohtë. E hedhim në një pjatë, marrim një garzë të pastër, pa diskutim, e zhytim në atë çajin, e njomim dhe vendosim mbi sy. Kjo le të themi qëndron kjo napa 2 minuta, pastaj rizhytet në çaj përsëri, e kështu me radhë. Pra mund ta përsërisim 5 deri në 6 herë. Nuk do t'i shplajmë syt, vetëm mund të bëjmë këtë gjë. Sikur nga çaji neve të heqim pak për shembull, 1 cc ose 2, dhe t'i hedhim si pika në sy për një shplarje të tillë. Pra edhe brenda, jo vetëm. Edhe brenda, po. Kur e kanë përdorur shumë njerëz, a di çfarë më kanë thënë? E çuditshme, në mëngjes, këto më ishin mbushur me një si krip të bardhë, që unë me të vërtet, kur e përdorja kështu tek dora që e shtypja, thoshe, sikur ma vriste dorën. Për çfarë ishte ajo krip e bardhë? Mbas përdorimit të këtyre kompresave 4-5 ditë, ajo shikonte shumë herë më mirë, më pastër, më qartë, dhe sigurisht ajo neveritja, që sikur kishte rërë në sy dhe kjo duhet i fërkonte syt, sikur kishte rënë diçka në sy, asaj ju shua. Pra një pastrim. Pra, kur ti ftohur, i pikojmë 2-3 pika në sy, po thoni. Po mund ta hedhim për shembull, po një lugë kafe, më e hapim pak syrin kështu. Ajo shpëlarës është. Një shplarje apo. Kamomil ka, trofilin edhe çajin e gjelbër. Dhe është e mrekullueshme. Tash çfarë mund të ketë qenë ajo? Po ndoshta për shembull, ndoshta kjo ka filluar që të na toksifikojë ndoshta edhe krimbat në sy që është një tjetër problem. Po, një tjetër problem. Pra, shije si filloi që të forcohet ngjyra. Pra, me kalimin e kohës, të jemi të bindur që ngjyra e çajit këtu, pa diskutim, ishte ujë i vakët, se po të ishte edhe më i nxehtë, do ishte procesi më shpejt do të shpërbëheshin ato. Kjo puna e krimbave në sy, doktor, ne mbaj mend shumë kohë përpara e kemi trajtuar, por që shumë njerëz kanë kuriozitet si mund të jenë krimbat në sy, si mund të shkojnë aty, si mund nga e marrin, nga e kanë, le themi, ndotjen ose toksifikimin me para, ne në pjesën e ball, hund, mollzat e faqes, tek të gjithë njerëzit qarkullon një lloj paraziti që quhet Demodex. Sa herë njerëz nuk duket, ai lëviz si nën lëkurë, nga njerë ne shikoj me dermatoskop edhe rrugën që ai bën, për shembull, edhe daljet e tij shumë i imët, i bardh, po pa diskutim, dhe kur ulet rezistenca e organizmit, ky lulëzon, pra gjallërohet dhe fillon që, sidomos në këtë pjesën këtu, të filloj të japi shenja e të krojturave të fortë, njerëzit duan të futin gishtat në hund, sikur është turjel gishti, që nuk duhet ta bëjnë këtë gjë, fillojnë ta kruajnë hundën nga jashtë, po kështu edhe syt. Atëre, këshilla më e mirë është kjo, kur këta kanë kruarjen e hundës të kapakve të syve, më mirë shtype një hudhër, kaloj rrethe për qark vatrës. Sepse toksifikon parazitin në këtë moment. Dhe me njëherë do të gjej një qetësi të mrekullueshme. Ju po thoni që të gjithë njerëzit e kanë këtë pjesën të prekur nga këtë lloj parazitësh, po kush është më aktiv, kush ka rezistencë më të ulët? Më aktiv është ai që është me rezistencën e trupit më të ulët. Pra është si thuash, organizmi në një luftë të vazhdueshme me këto lloj parazitësh, po jo vetëm këtu. Ne kapëm këtë me që më drejtuat pyetje. Po, me që ju thatë që krimbat në sy dhe duket si term i frikshëm për publikun. Po, atëre, edhe përdorimi ose lyerja e kapakëve duke i mbyllur syt dhe duke i kaluar atë hudhrën e shtypur, na ndihmon shumë mirë edhe në toksifikimin e krimbave nëse njeriu ka në sy. Shenja që jepja shkruajrja, apo jo dhe skuqja, kruajrja, disdisja. Skuqja, parehatia dhe si lodhje shikimi. E ndryshe mund të përdorim edhe këtë... Po që mund t'jede kjo shenje krimbave. Po patjetër. Është edhe kjo matergona, farat e saj, hidhen mbi pllakën e sobës së ndezur, edhe aty dëgjojmë, nëse kemi, dëgjojmë kërcitje kështu, sikur digjen ato gjethet e asaj
tërpeles. Ajo kërcitje që bën kripa, kur e djegim, apo? Me but se kërcitja e kripës. Kripa është e fort. Po më pak, më e zvogluar, 50% më pak. Dhe po ta shikojmë te pllaka e sobës, ajo merr si një ngjyrë të kuqe dhe pastaj plas. Ose shumë njerëzve që ju kemi dhënë këtë farën e matergonës, ju kemi thënë kështu, për të parë nëse kemi ose jo, aty pranë vendosim një pjatë me ujë, dhe sytë të na qëndrojnë kështu drejt që po të bjeri ai si krimb për shembull, të mos na bjerë mbi vatrën, po të bjerit e pjata. Edhe ato duket janë të bardha të vogla. Një mënyrë për ta lëshuar krimbin e sezonit lartë. Shumë interesante dhe kjo. Mirë, doktor, për ta përmbyllur, ne do të kalojmë më pas në hapësirën tjetër, për ta përmbyllur. Unë kam parë që tërfili ka edhe 3 fletë, po këtu në Leduoll është me 4 fletë. Po kjo është shumë e rrallë, dhe thonë kush e gjën këtë është me fatë. Do më thonë, në këto gjethet ka këtë balancën, fatë, shëndet, dashuri, e 4-ta kujti mbete? Atere, të gjitha ato tërfilet që kanë këtë pjesën kështu kaq perfekte që e sjell natyra. Patjetër kaq simetrike kështu me radhë. Ajo 4 shjarë. Mendohet që mund të ketë geranium në brendësitë saj, dhe geraniumi është një substancë e cila shkatëron këto qelizat kancerogjene. Pra që ndodhet këtu, që ndodhet tek hudhra në mënyrë të mrekullueshme, të shumt, që ndodhet tek qumshti i fikut, qumshtoret, këto euforbia e kështu me radhë. Në kërkim të tërfilit me 4 fletë që të keni fatja, mund ta fokusojmë edhe një herë, sepse është shumë e rrallë si thotë doktori dhe më tepër ekziston 3 fletë. Dhe tërfilin e kuq le ta shfrytëzojnë të gjithë të moshuarit për të forcuar enët e qarkullimit të gjakut. Dhe është dhe periudha tani që duhet ta Atëre, me çfarë mund ta shoqërojmë? Pra, të pastrojmë gjakun, ta hollojmë atë dhe të forcojmë arteriet dhe venat, muret e tyre që të mos kemi çarjet e tyre. Atëre, çfarë mund të bëjmë? Marrim afërsisht 2 litra ujë. Do të hedhim 1 dorë me lule tërfili të kuq. Do të hedhim 1 dorë lule murrizi. 1 lugë gjelle perlin të ëmbël, edhe radhiqe. Gjethe radhiqe 1 dorë të plot. Atëre, këto i vlojmë afërsisht 2 deri në 3 minuta. Nga ky çaj përdoret mesatarisht 3 gota në ditë. Do të vëmë re një harmonizim shumë të mirë të tensionit dhe pulsit, dhe njerëzit që kanë aritmi zemre mund të shtojnë brendësi të këtij çaji, të këtij 2 litrëshi, dhe pak likops. Likopsi, që lidhet shumë mirë dhe me shëndetin e zemrës, apo me aritmin. Nuk do të kenë më aritmi. Kjo është e padiskutuar. Pra, le t'i përdorim këto veti të fuqishme të kësaj bime në dobi të shëndetit të njeriut. Bëhet fjalë, siç thamë, për tërfilin dhe kombinimet e tij, një bimë mrekullueshme medicinale, siç na ofron natyra, dhe nuk është një rastësi biologjike 3 gjethet e saj, por gjithë kjo balancë që kjo bimë krijon në organizmin ton, padyshim që i jep këtë emër, edhe që ne të gjithë duhet ta njohim si bimë, por edhe si një ilaç për shëndetin ton, të brendshëm edhe të jashtëm, të brendshëm për shërimin e mukozave, siç përmendi doktori, dhe si jashtëm për ato efektet që ne treguam, që te krimbat e zonës të fytyrës, po ashtu edhe tek aknet apo qetësimin e lëkurës duke fuqizuar kolagjen apo duke aktivizuar kolagjenin në thellësitë të saj. Faleminderit doktor, gjithmonë nuk rreshtim pa sjell kombinimet e bimë të natyrës që janë në dobi të shëndetit tonë. Po patjetër. Faleminderit për bisedën e sotme, do ta gjeni në YouTube, në kanalin ton, do të shihemi tonën e ardhshme sërish me doktor Ylli Merjan. Ju përshëndesim.